Shiko, Belinda Balluku nuk ka bërë asgjë më shumë se që kanë bërë të gjithë politikanët të cilët po përballen me drejtësinë. Të gjithë hapat ligjore dhe instancat ligjore i kanë ndjekur Sali Berisha, Ilir Meta, i kanë ndjekur Ilir Beqa, i kanë ndjekur çdo përfaqësues politik i cili është kapur me korrupsion në këtë vend dhe presupozohet që ka kryer vepër penale të korrupsionit, kanë ndjekur me drejtën e vet kanë ndjekur gjithë hallkat e gjyqësorit duke shkuar edhe te gjykata e lartë. Erion Veliaj po ashtu kanë ndjekur gjithë hallkat e gjyqësorit, po është përballur prej një viti Ilir Meta në të gjitha hallkat nga gjykata shkallës parë, SPAK deri në gjykatë lartë, për masën e arrestit, për ndryshimin e masës së arrestit dhe për edhe duke dhënë garancinë financiare. Pra, Belinda Balluku nuk ka bërë asgjë më shumë se ç'kan bërë të tjerët, thjesht po mundohet që të ndjek në rrugë zyrtare ligjore akuzën që ka nga SPAK ta kthej në favorin e vet, pra të kërkoj drejtësi. Është strategji, po thua, që lidhet me mbrojtjen. Nuk është drejt, çdo kush do ta bënte këtë gjë. Çdo kush i cili pretendon që është i pafajshëm, pretendon që nuk ka kryer vepër penale, pretendon që nuk ka kryer korrupsion, normalisht në këtë kjo është rruga e vetme legjitime që ka gjyqësori shqiptar që ti të përballesh. Pra, në këtë sens, në këtë kontekst më shihet. Kjo është e vetme. Ndërkohë është pyetur Balluku në lidhje me bllokimin e integrimit. Po, unë e pash, ndoqja të intervistën që e gazmoi ai kolegu jon atje në Fier. Nga ajo që pash nga Mimika e pash që ajo ishte vrazhd, e goditi, i dhëmbi ajo pyetje dhe u mundua që ta shmangte pyetjen me një lloj batute dhe nga ajo që artikuloi tha që unë nuk merrem me çështjen time personale pasi ka folur kryeministri Rama. Pra, Belinda Balluku është ministra që është përlyer në kuptimin e vërtet të fjalës, e përlyer në korrupsion në gjitha institucionet që ajo ka drejtuar dhe me varësit që ka pasur në institucionet e rëndësishme të shqiptarë, siç janë 3 apo 4 ministri. Shiko, Belinda Balluku sa do të përpiqet të fsheh apo të luaj çdo lloj mekanizmi për fatin e vet, për shpëtuar litarin i cili i varet, litarit politik, litari që i varet drejt, që i rrotullohet rreth qafus saj, që her pas here do rrezohet nga karrizja dhe ajo do varet politikisht, që termi rënd, po kjo është e vërteta. Mendoj që nuk shpëton dot. Si nuk shpëton? Ka mazhorancën që ka një gjë. Unë mendoj që nuk po lejon heqjen e imunitetit. Belinda Balluku, madje po sakrifikon edhe integrimin, paktën sipas opozitës. Kjo është e vërtet. Pra, në këtë drejt, në këtë lloj prognoze që përdor artikullimi publik, që përdor opozita ka të drejtë. Neve unë jam në marrëdhënie me burimet e mia diplomatike nga ndërkombëtarët, jam në marrëdhënie të vazhdueshme dhe e ndjek këtë çështje për të kuptuar se ku janë ndërkombëtarët për rastin Balluku. Dhe nga ajo që kam vërejtur unë, janë shumë të shqetësuar që Shqipëria po mban, qeveria shqiptare, Edi Rama po mban një qëndrim të pandryshuar, edhe pse ata po i servirin fakte dhe argumente që Belinda Balluku ka kryer korrupsion. Ata janë shqetësuar që Shqipëria do ndëshkohet, siç raporti i Bar, dhe të kuptoni që raporti i Bar është një nga raportet determinant, faktor kyç, që është tregues për hapat e mëtejshëm në procesin e integrimit. Raporti i Bar, për t'i them për shqiptarëve, është raporti që del se si funksionon sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Dhe fakti që qeveria ka pasur një lloj strategjie të mirëfillt për ta mbrojtur dhe për të sulmuar prokurorët, për t'i bërë kashillik prokurorëve, për t'i bërë kashillik SPAK-ut, kjo tregon që neve kemi bërë hapa pas dhe nuk kemi marrë dritën e shile për çështjen e integrimit. Për sa i përket faktorëve të rëndësishëm politik ndërkombëtar si Gjermania, që është udhëheqësja lokomotiva kryesore me bekimin e SBA-s për çështjen e integrimit në Shqipëri apo për gjitha çështjet e rëndësishme, është e vendosur që Belinda Ballukun e do të shkarkuar dhe mundësisht të eliminuar politikisht. Rezistenca e Edi Ramës po i bën ata që të luajnë diplomatikisht me disa raporte të ndryshme. Si po luajnë? Ata kanë komunikuar me shumë vende dhe i kanë kërkuar tërheqje publike të mbështetjes ndaj Edi Ramës. I kanë kërkuar Italis, i kanë kërkuar vendeve tjera partnere që të rishikojnë marrëdhëniet e ngushta me Edi Ramën. Edhe pse ato kanë interesa shtetërore të ndryshëm, por një lloj këshille apo një lloj përfaqësimi i lobingu i kryer nga Gjermania
ka treguar që ata janë të involvuar dhe janë të investuar në këtë çështje. Duhet të themi që i vetmi faktor ndërkombëtar që ka mbështetje sot Edi Rama, dhe këtë e kam edhe të provuar, edhe faktura është vetëm Franca. Pra, Edi Rama përdor Macronin dhe interesat e ngushta që lidhin me atë me Macronin, si të deleguarin e tij në Europë si lobist, në mënyrë që të shpëtoj fatin e vet politik dhe të frenoj këtë lloj ekspansionit Gjermanisë në raport me çështjen Balluku. Dhe me ajo që do të them më shumë është që Belinda Ballukut shumë shpejt, ta kam thënë edhe përsëri, do t'i ketë arrestime nga më të afërtat, përveç fatit të saj politik. Dhe unë e shoh muajin qershor si muajin ku SPAK mendoj që finalizon në mënyrë të kopsitur, të faktuar akuzën e re për Belinda Ballukun, që është një akuzë që kolegët e kanë artikuluar në studio, unë e kam artikuluar edhe më herët dhe nuk kërkoj merit për këtë gjë, por logjikisht shkojmë te kjo akuzë e re. Dhe akuzë e re për Belinda Ballukun është akuzë e grupit të strukturuar kriminal, fshehje pasurie, korrupsion madhor, pra është një dosje shumë e fortë që do të marrë legitimitet publik kur ta shohin qytetarët dhe shqiptarët në mënyrë që do kuptojnë edhe vetet, a do ta lëshoj Rama Almer se unë ta thash. Po fjala e fundit që ishte ta thash, legitimitet publik, çfarë do thotë? Që dosja do jetë aq mirë e kopsitur, me aq argumenta të fortë, që SPAK dhe askush ndaj nesh nuk do të thotë asgjën, as argumentin më të vogël kundërshtues SPAK-ut për atë që do paraqes. Arbër, si e shikon situatën me Belinda Ballukun në raport me mazhorancën? Pra, si e shikon fatin e Belinda Ballukut në një kohë kur po diskutohet edhe sot në parlament, domethënë gjatë gjithë kohës u miratua edhe një rezolut për sa i përbashkët, për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian. Si e lexon këtë refuzimin e mazhorancës? A është vërtet kjo që në një farë mënyrë thotë edhe Almeri, a lidhet vërtet ngadalësimi i integrimit me situatën e zonjës Ballukun? Shiko, ka disa gjëra që duhet t'i ndajmë. E pare punës, unë e kam thënë herë të tjera dhe po e përsëris qëndrimin që kam. Rasti i zonjës Balluku është një rast i cili ngre shumë shqetësime, nëse duam ta trajtojmë në këtë formë, që lidhen me aspektin moral të çështjes. Pra që do thotë, është një qëndrim i drejt apo i pa drejt moral që mban një parti politike, çon si ka Partia Socialiste, Partia Demokratike ndaj fenomeni që është akuza për korrupsion. Është morale apo jo? Edhe unë hyj te ata njerëz që them nuk do të ketë një mbrojtje politike për një njeri i cili ka akuza për korrupsion. Madje mendoj këtë tjetrën që një njeri i cili insiston dhe i qëndron asaj që është i pafajshëm dhe ligjërisht është e tillë, edhe zonja Balluku duhet të hiqte dorë vet dhe të shkonte të përballej në mënyrë të barabartë me drejtsinë. Por thënë këtë që ka të bëjë me pjesën morale, pjesa ligjore është e pakundërshtueshme. Pra nëse ka diskutim, nëse kemi debat të aspekti moral, të aspekti ligjor nuk ka diskutim, që do thotë majoranca ka drejt në saj të pranoj apo të rrëzoj një kërkesë që ka të bëjë me heqjen e imunitetit të një deputeti. Pra, jo çdo kërkesë që vjen nga SPAK-u duhet të pranohet a priori. Nuk e thot ligji një gjë të tillë. Dhe prandaj moral Partia Socialiste ata kanë thënë që ne do të pranojmë çdo lloj kërkese është tjetër gjë. E plotësuar dhe e dokumentuar me fakte. Almer, e ndava në dy regjistra diskutimin, moral, ligjor. Te morali fusim dhe politikën dhe ligjor. Te aspekti moral politik ne mund të bëjmë debat sa herë të duam. Dakor, kjo dakord jam. Si po e lexon Bashkimi Evropian këtë qendrim mazhorancës ndaj Ballukut? Unë nuk besoj që ka ndonjë problem real. Unë i kam lexuar të gjitha raportet me detaje. Kjo i bari që do ndalem dhe atje. I kam lexuar gjitha raportet me detaje. Në asnjë moment nuk përmendet emri zonjës Balluku. Në asnjë moment nuk flitet për të, në asnjë raport. Më keq akoma, flitet Shqipëria. Duhet ishte përmend ajo dhe duhet të harruar Shqipëria. Pra, fati Ballukut po na prek neve të gjithë. Jo, nuk prekin të integrimin total të Shqipërisë. Nuk është ashtu, po prek të gjitha proceset, vjen keq. Pra ne ndeshkohemi si skuadër prej Ballukut, pra. Jo, sepse ti mendon vërtet që nëse nuk do ishte rasti i zonjës Balluku do ishim pjesë e BE-s. Jo do ishim BE-s. Ne ka një gjarë, neve jemi vetë raporti i Barit. Jo më do ta them unë sot, që pali janë sot në 2028 dhe ne ishim për 2029 dhe nuk jemi gati. Atë nuk e dim. Po janë. Raporti i Barit do kaloni qershor.
ti ke burimet e tua, edhe unë po hedh dorezën e sfidës publike, që raporti i Barit, pra ecësuria e atyre që quhen reformat e ndërmjetme, se ky është reformat e ndërmjetme, unë them që do kalojnë qeshë. Çfarë është kjo zhurma që ka ngritur Partia Demokratike në raport me një bllokim të procesit integrimit? Është normale që shumë shtete kërkojnë më shumë informacion. Kjo është normale. Për ata që nuk e din, Bashkimi Evropian ka 3 regjistra, miku im. Është Parlamenti Evropian, është Komisioni Evropian, janë edhe qeveritë e vendeve të BE-s. Në fund të ditës filtri para raportin i Bar, asnjë nga këto institucione që përmendë ti nuk jep një verdikt. Nuk mund të jap një vendim. Nuk e shoh. Po pra ne kemi ngel në klasë me raportin që Jo, nuk e ngel në klasë. Po sepse nuk është një vendim. Nuk plotson asnjë kriter. Ajo që po ngatrojnë shumë njerëz dhe këto do të kuptojë në fakt. Ajo që po ngatrojnë shumë njerëz dhe nisen nga ato që thot opozita, që i përdor për qëllime politike dhe nuk ka asnjë gjë të gabuar, është që është vendim përfundimtar, thon. Jo, nuk ka vendim përfundimtar për Ibarin. Pra Ibari mund të shtyhet, por nuk votohet jo. Ata që duhet ta kuptojnë është, ata të thonë, shiko, ti më ke thënë që ke bërë 1, 2, 3, 4, unë si jam i bindur, më jep më shumë argumente, më shumë prova, më shumë fakte që ti ke bërë këto. Dhe kjo është gjë teknike, po dhe kjo është teknike parë, po shumë jo, nuk është politike. E di pse, po e kuptoj më se unë në një Bashkim Evropian, hym te gazetarë që një më mirë nga gjithë Bashkimi Evropian. Dhe po ta them, nuk është vendim përfundimtar. Pra Ibari nuk rrëzohet, Ibar si quhen të gjitha ato zhvillimet e ecuria e ndërmjetme, nuk bie më njëherë dhe nuk ngrihet më. Ibari shtyhet, po nuk rrëzohet. Për gjithë ata që e din procesin. Pra në qershor mund të shtyhet, po thua, edhe maksimumi mund të shtyhet për në shtator. Po nëse miratohet në qershor. Unë them do miratohet në shtator. E di pse do miratohet, e di pse, sepse ka një gjë. Vendimi edhe po insistoj te kjo pjesë. Zoti Rama i ka dhënë kovetës, po merr pjesë, po ta shikoni në shumë konferenca dhe ka filluar një betejë agresive lobimi për të informuar vendet e BE-s, sepse ka të njëjtin qëndrim me këtë që them unë. Qasje që mbajt nga majoranca për çështjen Balluku është një qasje ligjore e drejtë sipas tyre dhe ligji nuk i thotë që ke bërë gabim. Morali nuk hyn fare në raportin e BE-s. Jap një detaj Arber. Dhe ky është gabimi. E di të cilat shtetet që kundërshtojnë raportin e di. Është lokomotiva për Gjermania kundra. E di, por ato shtete Gjermania si ta bindësh Gjermanin, ti je i involvuar që interesat gjermane Shqipëria prekur nga Balluku. Nuk ka shans që kjo. Nuk është zonja Balluku që bllokon integrimin. Është zonja Balluku, njeriu kyç, çështja Balluku po ta themi. Çështja Balluku, njeriu Balluku. Çështja Balluku, sepse ata e dinë që sepse të gjithë ata që interesat gjermane janë prishur pikërisht nga ky njeri. Informacion miku im, ti e di shumë mirë, e din që në thelb Balluku është thjesht, çështja Balluku është thjesht një arsye për ta shtyr se në thelb është një kontratë që është refuzuar ndaj një kompanie që ka lobuar te një shteti i Bashkimit Evropian. Pra çështja e një kontrate. Kaq po them, nuk dua të zgjatë më. Interesi drejt për drejt i Gjermanisë prekur në Shqipëri nga Belinda Balluku. Pra pengjimi i investimeve gjermane nga Belinda Balluku. Prekja e interesave shtetërore gjermane në Shqipëri Arber. Gjermania, Hollanda, 2 vendet më të rëndësishme që shtetërore gjermane, cilat janë interesat shtetërore gjermane? Interesat gjermane ka pasur do të janë private, miku im. Jo. Po janë private, nuk janë shtetërore. Porti. Se nuk do futej shteti gjerman, kompani gjermane. Porti, gjermane. Po kompani private, jo shtetërore. Kompani të rëndësishme gjermane, një nga kompanitë është pezullimi i licencës portit e Durrësit, që ta dish. Duhet ta fiton një kompani gjermane, një kompani kanadeze. Tani ka një gjë. Këtë do thotë që s'është politike. Është me motiva financiare. Duhet thënë që kur ti ke prekur interesat gjermanë në Shqipëri në mënyrë të padrejtë sipas tyre, ata kanë vendosur veton. Pse gjermanët janë kundër drejt tani? Sepse janë direkt të ndjeshëm ndaj kësaj çështje. Nuk e prekur interes. Ata ja kanë raportuar Ramos se Belinda Balluku i ka prishur interesat e tyre zotëri. I ka prekur se porti i ri, Porto Romano. Është porti aktual. Kjo s'është drejt. Ti tani neve odoruajmë partneritet me Gjermaninë apo do dalim kundërshtar të Gjermanisë? Jo, nuk ka dy statalizim të çështjes. Diku është ku gabon në logjik, mendoj unë, sepse nuk është e drejtë, sepse të vijë një kompani, mund të vijë një kompani greke, thotë, duan ta fitojmë neve të marrim zharzën pa
Matos Marinzi. Po tallësh ti Ky po ja jep, o zotri. Ky po jep pa referendum pronat publike, por po jep Sazani për zotri. Gabim. Po prapë, si mban qendrim ti që po të dakord Partia Demokratike është dakord. heqësh? Partia Demokratike është dakord. Partia Demokratike mund të ketë interesin e vet në këtë mes. Por do të thënë është dakord në këtë pjesë. Sot kur ti mban standard, ky standard është që ti o hiqet Trumpit o hiqet Gjermanëve, ose respekton Gjermanët, respekton Trumpin. Jo, ka një gjë. Portet janë geostrategji, ja. Bravo. Geostrategjia. Jo, janë geostrategji dhe këtu jam me ti mund bësh lojë geostrategjike për Kosovën ose për Shqipërinë. Rama po përdor Shqipërinë vetëm për kulturën e vet. Geostrategjike, po nuk e sakton dot një forcë huaj, një shtet. Po të pengon Gjermania zotri. Për Ballkanin perëndimor është Gjermania gjithmonë që dëgjoj. Çfarë është projekti Berlinit? Ka një gjë. Procesi i Berlinit se projekti. Nuk e sakton një shtet i huaj, pavarësisht respektit që kanë për çdo shtet të huaj, se kush do të fitojë një kompani për ndërtimin e një vepre publike. Jo, por Gjermania. Ka kuptim. Po çfarë do thotë? Arbër, të lutem, Gjermania ka patronazhin më vjen keq ka informacion të pa. Unë do t'ia them Italisë, do t'ia japim Italisë, se t'ia japim Gjermanisë. Do ta them unë. Po sepse unë kam argumentin, po informacioni pa plot. Bëhet fjalë për një kontratë e cila është nënshkruar në portin e Durrësit, që për një kohë të gjatë e kishin gjermanët dhe në mënyrë sipas pretendimeve gjermane, në mënyrë të padrejtë është hequr kjo kontratë. Dhe kjo ka përfshirë me mua Almer. Kjo është e vërtetë. Ajo që thua ti e ngatron. Mos harros problem me njëri që ka punuar në Ministrinë e Transportit dikur. Jo me zonin Balluku, për ata që janë përjashtuar nga Belinda Balluku në këtë çështje. Thua ti, jo. E ka pas një deputet i Partisë Demokratike që mori kompani gjermane për koperturë. Mos e ngatrota. Mos e ngatrot. Po flet. Po flasim për kontenjerë, po flas për një çështje shumë më të madhe se kontenjerë. Jo. Po kontenjerët janë kjo që janë gjermanët. Gjermanët janë. Dhe ishte një kompani shqiptare, ish deputeti i PD-s. Deputet Partisë Demokratike gjermane dali kundër integrimit të Shqipërisë. Dhe e mori, jo, po s'është ajo, e ngatroi. Gjermanët po ngrejnë skenën politike, po vlon në skenën politike në Shqipëri. Po janë të interesuar në rinovimin e opozitës, janë të interesuar. Gjermanët janë aty që luajnë në ndër. Gjermanët po luajnë në ngritjen e Partisë Socialiste. Çdo zë që del kundrejt Ramës është investim gjerman në këtë. Çdo zë është mbështetje e gjermanëve. Shteti gjermanët tani më fal, janë gjermanë më të fortë apo amerikanët në Shqipëri? Tani këtë do të kuptosh që gjermanët kanë delegimin e pushtetit amerikanëve në këtë vend. Jo, të kuptosh. Po jo, do të kuptosh që Donald Trump në Gjermani përveç origjinës së largët nuk ka asnjë lidhje tjetër. Donald Trump ka zero interes për Shqipërinë. Origjinës së largët nuk ka asnjë lidhje tjetër me Gjermaninë. Madje kritikon nga vjesë larg Gjermaninë, Francën. Neve ç'është integrimi dhe kemi lidhur drejt për drejt me Gjermaninë. Unë vesh Gjermania nuk integrohesh dot. Lëre Trumpi ka zero interes. Do hodha një dorez publike i Bars kalon në qershor. I Bar, po, nëse arrestohet Belinda Balluku, do pajtohen. Por nëse Belinda Balluku nuk shkon në burg, i Bar nuk kalon. Nuk ka të bëjë me atë. Po ka të bëjë pra sepse është çështje kyçe. Një mazhorancë e cila ka një dosje shumë të kopsitur me argumente dhe fakte korruptive, dalon një zyrtar të lartë të shkojë drejt burgut. Është çështje shumë e rëndësishme kjo. Po normal më, e ndalon. Po nuk të kaloj reforma në drejtësi. Po nuk kalove stadiet e përmirësimit politik në këtë sistem që nuk do ta ndash. O Almer, është ligjore ndalimi që ka bërë arrestimin. Lëre më interpretimi që bëhet socialiste. Ne po të dalim nga kornizat partijake. Të bëhemi bashkë dhe të themi Shqipëria po pengohet për këtë arsye. Këtë gjë ka thënë dhe ambasadori i Bashkimit Evropian që sulmoi PD-ja. Është një vendim ligjërisht që qëndron dhe pasi tha këtë gjë, e sulmoi PD-ja dhe çfarë nuk i tha. Tani që duhet jemi realistë në gjërat me fakte. Merrem të sulmoj apo merrem me politikisht që bën PD-ja. Politikisht është gabim. Rama politikisht mund të bëjë çfarë të dojë, mund ta marrë Belinda Balluku në shtëpi donat. Politikisht është gabim. Por Edi Rama sot po rrezikon antarësimin, po rrezikon çështjen më të rëndësishme të shqiptarëve të shumë pritur. Kishim shansin ne që të integrohemi në 2029, por rrethanat e kohës siç e thotë Rama, por kjo çështje po nuk është mbyllur çështja e integrimit. Por çështja e integrimit është stopuar, është frenuar, nuk ka avancim për këtë çështje. Kërkohet informacione shtesë. Informacione shtesë për çfarë? Ata kërkojnë. Ka një gjë. Ka të bëjë me falenderoj shumë. Do ta dish shumë mirë. Raporti i parë përmbahet të gjithë problematikën që ka drejtësia shqiptare. Është suria të gjitha elementeve. Por të lutem, nuk ka pengesë, ore nuk është bujësia. Nuk është është bujësia. Është bashkëpunuar avokat A e di cilat janë dy pikat që Shqipëria ka dështuar dhe ka pranuar që ka dështuar me integrimin në Bashkimin Evropian? Është ujë i pishëm, ajo s'është ajo. Është ujë
pishëm, që Shqipëria ka thënë do ketë ujë pishëm 24 orë, i ka kërkuar Bashkimit Evropian 10 vite nga momenti i anësimit. Për ujësjesin e patosit e farzotin e burë. Po vje keqe zotri thot. Për patosin të frenon arrestin. Për Fierin u bashkua integrimi. Për Fierin. Shqipëria ka pranuar. Shumë interesant. Shqipëria ka kërkuar Bashkimit Evropian dhe i ka thënë për trajtimin e urave të ndotura që derdhen në lumenj dhe në dete. Për ujë pishëm 24 orë dhe e fundit për sigurinë ushqimore, për këto 3 pika janë të vetme pika që Shqipëria i ka kërkuar që ne nuk i plotësojmë dot para antarësimit. Dhe i ka thënë ne duhet i plotësojmë të paktën 10 vite pas antarësimit. 2020. Të ndërhyj pak. Po flas me informacione teknike, nuk janë politike. Detaj shumë me informacione zyrtare. Gjëra që Shqipëria i ka thënë BE-s nuk i plotësojnë. Lufto korrupsionin, mori po ndërhyj pak këtë debat shumë të zjarrt fatikisht midis Almirë dhe Arbrit, por unë kam një të zjarrt. Unë kam një qasje totalisht tjetër. Unë jam i bindur që hyrja e Shqipërisë në Bashkimin Evropian Marta Kosto 2009 dhe 2030 nuk ka rëndësi fare, mund të hyjmë edhe në 2027 dhe 2028. Nëse do hyjmë, nëse kjo do vendoset, ka të bëjë me një vendim thellësisht politik. Absolutisht. Ta mbaroj, të lutem. Absolutisht. Dhe nuk ka lidhje, të lutem. Dhe nuk ka lidhje fare me ato standarde që deri na the deri tani, që ka të bëjë me ujin e pishëm, që ka të bëjë me mbetjen, me çfarë duhet. Pse e them këtë? Ju lutem, nëse është e rëndësishme ta themi këto gjëra. Nëse pritni që ne të parafrojmë standardet me Bashkimin Evropian, kur them standarde, flas për standardet, po themi mesatarisht ose minimale. Ne ato nuk mund të arrijmë kurrë, madje ka pasur edhe shtete tjera që nuk i kanë arritur. Ke Bullgarinë akoma mund themi që deri diku është pothuajse në tjetër nivele. Kur them për standarde duhet themi. Pse nuk kemi arritur standardet, pse këto reforma nuk na kanë parafruar me Bashkimin Evropian? Me fakte. 1. Kemi bërë një reformë territoriale në vitin 2014-2015, por i rikthehemi përsëri sepse ishte totalisht e dështuar. Me që folë shumë për ujin. Kemi bërë reformën e ujit që e patën të gjitha bashkit, aso kohë u tha që u kthyen thjesht në vende militantësh e tjera dhe i mori dhe e ka pushtetin qendror, e ka Ministria Përkatëse e Energjisë dhe Infrastrukturës, i cila është ajo që menaxhon fatikisht sjellje duke kthyer në shoqëri rajonale. Sot një kryetar bashkie, me që do, në mënyrë absolute nuk ka mundësi që të kontrollojë nëse edhe pse e ka me ligjin 109 2015, e ka me ligj që është përgjegjëse për furnizimin me ujë të pishëm. Nuk ka mundësi, se nuk ka asnjë lloj tagri, asnjë lloj të drejtën mbi ujësjellësat. Kjo është bërë me ligj. Pra, se po flasim, është cënuar autonomia vendore totalisht. Në gjithë aspektet, qoftë me atë reformë tjetër. Të marrim aspektet e tjera. Çfarë ka ndodhur? Të lutem, jo është e rëndësishme. Këtë që themu në standardet, se çu do është bashkëpunim nëse duam. Nëse hym, po themi me vendim politik është histori tjetër. Që do jetë ashtu. Bllokuar për Ballukun. Ja ta shpjegoj, nuk është bllokuar për Ballukun, po është histori tjetër, edhe Balluku është brenda. Tjetra, në lidhje me mbrojtjen e mjedisit. 3 incinerator, të 3 janë në hetim. Të 3 ke dështuar, janë miliona euro të cilët minimalisht deri tani kanë shkuar disa persona prapa hekurave. Minimalisht, me vendim formës prerë madje, në rastin e incineratorëve. Nëse do marrim shëndetësinë, në mënyrë absolute, check-up, sterilizim, gjitha janë procese të cilat janë totalisht të dështuara. Nëse do marrim arsimin, e dini vetë se kush është rankimi që kemi në PISA. Pra, a mund të më thoni ku, në çfarë reforme, në infrastrukturë rrugore, rrugët që pam shumë mirë se si sa kohë ndejmë, duke u bllokuar një vend në dysh për 50 metra rrugë. Tani, këto janë fakte dhe do thotë që ne nëse i presim standardet, ato janë vite dritë larg. Nëse kemi një situatë tjetër gjeopolitike, nëse kemi një situatë sepse këtu rreziku rus në këtë vend vazhdon të jetë i tikanoset Ballkanit. Madje edhe ato çuçi që bën zoti kryeministër me Vučić, që mund të kemi edhe një hyrje ad hoc sui generis në Bashkimin Evropian, jo me drejtat plota etj, me artikullin e famshëm, tregojnë që realisht këtu ka një qasje totalisht tjetër. Mos flasim për standarde. Ne nuk kemi standarde minimale. Do ta themi këtë. Të rrim tek se gjithë thelbi i gjithë diskutimit tani këtu kur kishin pyetje, po bëra se ka dhe shumë të tjera fusha, po s'do të mbajmë në atë fik. Gjermanët po bllokojnë integrimin për shkak të mënyrës se si qeveria po i qaset
situatës Ballukut. Si e vlerëson këtë? Tani, nëse do të jem, po themi super partes, është kështu si thoni ju. Unë të doja shumë të t'ishte kështu si thoni ju. Dhe realisht, e besoj të. Sepse ka të bëjë përshtetje, tani ne nuk kemi lidhje me Partinë Demokratike. Ne po flasim këtu, flasim, bëjmë analizë. Nuk është një qëndrim i kemi absolutisht qartë, dakord. Qëndrim politik i Partisë Demokratike. Nëse doja të jem pragmatist, dhe të them ca gjëra troç, unë them që Gjermanët kanë një qasje tjetër dhe kanë një problem tjetër që e kanë me portin e Durrësit. Nëse doni. Para se të vijë. Është shumë e guximshme kjo që po them ndoshta, por kjo është fakt. Thuaj Almeri se këtë i thash dhe unë, nëse doni. Almeri s'ma pranon. Unë do doja që Gjermania realisht të ishte shumë kritike. Faleminderit Çaça. Kundrejt shtetit shqiptar ose qeverisë apo kësaj maxorance. Dhe ka një mendim me mua. Dhe që është e rëndësishme kësaj maxorance për sundimin e shtetit ligjor në mënyrë absolute ku ta gjejmë këtë, po nuk besoj, nuk kemi kjo. A nuk e tha me Kalliser? A nuk e tha me Kalliser? Dhe çfarë na ndodhi? Që do jetë kritike për integrimin në mënyrë si do Shiko, ka ardhur një moment që edhe Bashkimi Evropian ka ardhur një moment do duhet të flasë. Ka ardhur një moment fatikisht që edhe Bashkimi Evropian, qoftë me Marta Costa apo kushdo që janë aty, duhet të dalin troç. Nëse është kjo, mendon se kam frikë ta thonë? Ta thonë troç. Fakti që nuk u dha autorizimi nga Kuvendi i Shqipërisë për arrestimin e Zoës Balluku është absolutisht një hap mbrapa në integrimin e... Se ka thënë asnjë. Do duhet ta thonë. Se ka thënë. Tani, në gjuhën diplomatike, ka thënë, po jo në këtë mënyrë. Këtu kemi qenë, po në këtë studi kemi thënë që këtë gjë do të ishte i monito, do të ishte realisht këtu, do të ishte një... Jo vetëm aq, po do të kishin vendosur pikë mbi stop këtu zotri, këtu ke kaluar vjen e kuqe. Nuk ndodhi. Me vjen e kuqe. Do ta themi këtë. Ligjërisht qëndron pra. Ligjërisht qëndron avokat. Ligjërisht qëndron, unë jam i bindur që ligjërisht nuk qëndron. Nuk hyn kësaj pjese tashmë se e kemi thënë. E stërthën këtu. Duhet ta çoj diku gjykatën shtetuse. Po tash çfarë gjykatë shtetuse do të individuale ta çojë atë, nuk po merrem me këtë. Ne po flasim për çdo gjë. A ka të drejtë Kuvendi ta rrëzoj? Patjetër, nuk po flasim për anën procedurale. Ne po flasim që ai për ligj apo jo, politikisht në kuptim të kërkesës që ka bërë prokuroria për ta marrë të mas për gjitha rastet e tjera që ka marrë. Unë them që po. Pastaj pjesa tjetër, ne nuk e bëjmë të fajshme me këtë akt. Absolutisht. Nuk bëhet të fajshme zonja. Politikisht është tjetër diskutim. I fajshëm bëhet ku merr vendimin deklaratë fajtore. Politikisht biem dakord te pjesa ligjore, prandaj them, në thel nuk mundet që Bashkimi Evropian, disa vende që janë skeptike, të bllokojnë integrimin e Shqipërisë bazuar në një vendim ligjor. Kemi të bëjmë me një vendim ligjor. Kush është vendimi? Pra, vendimi ligjor dhe procedurial për mospranimin e kërkesës për arrestimin e zonjës Balluku. Moral politik, kjo është shuplak majorancë zotë. Moral politik, hajde diskutojmë. Kjo është barrikadë kartonash valla. Po patjetër. Po është tjetër gjë. Unë nuk po them në aspektin procedural, lejohet, nuk është gjë. Por ama me forcën e kartonave, ata kanë vendosur që mos të pengojnë madje edhe hetimin dhe punën e prokurorisë. Ky është fakt. Po, ta themi këtë. Po atëherë, ti e bën. Po e bën. Po do të bllokoj këtë integrim. Ne luftuam për këtë reformë drejtësi, në mënyrë që politika mos jetë penguese, mos vendoset një barrierë. Ajo ta marrë pavajsinë atje në gjykat. Nëse realisht kërkon që të mbrohet. Pra nuk është Balluku po thua, është spekullim. Unë po them nuk është Balluku. Unë po them nuk është Balluku in prima nuk është Balluku in prima facie, po them në kuptimin që Balluku mund të jetë underground, mund të jetë bërë në biseda diplomatike me ministrin. Kjo është një histori tjetër. Unë edhe në deklaratat që ta përfundoj këtë se më që erdha me shumë vonesë, edhe në deklaratat ka një gjë, në deklaratat fatikisht që ka dhënë Bashkimi Evropian, po të shikosh, një deklaratë është kritike, një deklaratë është përshëndetëse. Një thotë që basti im do të jetë në 2029 do hyj në Bashkimin Evropian Shqipëria, një tjetër thotë që ka shumë rrugë për të bërë. Pra janë ca deklarata po themi shumë kontradiktore. Dhe tjetra që ka një gjë, shiko, do kemi një proces të brendshëm të gjitha shtetet vendare që ne as nuk e kemi menduar. Kjo nuk bëhet në zoti avokat, mos të hyjmë në çështjet më teknike, po themi. Debati ishte raporti i bar Shqipëria dhe deklaratat e Bashkimit Evropian për çështjet e drejtësisë në Shqipëri. Sa pengus dhe sa i bari nuk është pranuar më. Po pra, për këtë po diskutonim. Dhe Bashkimi Evropian qershor thot Arbri. Shiko, Bashkimi Evropian ka 3 pika shumë optimist fatikisht. Lufta kundër korrupsionit, pavarësi institucioneve drejtësisë,
dhe respektimi shtetit ligjor. Këto 3 pika, këto çështje, çdo deklaratë e Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës janë aty të shkruara si e zeza mbi të bardhë. Përsa edhe kjo, çfarë thot lufta kundër korrupsionit? Është çështje balluku. Respektimi. Jo, s'është ajo, është më gjithë se çështje balluku. Nuk është çështje. Kush është fokusi i drejtësisë shqiptare në këtë moment? Kush është Ulsimanja? Kush është Ulsimanja? Jo, kryeministri i pandehur, po jo më që ishte aso kohë në detyrë, kryeministri i pandehur, integrimi ka shkuar korrupsionin. Po normal, respektimi pavarësisë institucioneve drejtësisë. Çfarë do thotë? Nuk është vetëm një rast. Ketë sulme verbale, politike të qëllimshme ndaj. Po ka pas deklarata nga ndaj Ramës, po ka sulmuar prokurorët. Që janë këto prokurorë, që janë këta që na vinë ne, duhet të sjellin fakte. Jo, është gabuar. Po ka bërë Ramë qasje publike për zonë. Kemi bërë dhe mitingje. Po jo, ajo është e hershme, po flasim tani së Nuk ka fundmi. shtet që nuk ka kritika ndaj drejtësisë. Si? Giorgia Kritika. Meloni, çfarë nuk ka thënë për drejtësinë në Itali? Ora çdo politikan i korruptuar me drejtsinë ka betejë, ajo tjetër. Se Giorgia Meloni nuk është vetëm papo, është politikane. Po Giorgia Meloni ka qenë 600 milionë euro me Tiranën. S'do të krahasosh me një vend të gështatës, me këtë krahasosh. Me kinë. Ora krahasohet me çfarë të duash. Është politikane në fund fare për Italinë. Vendi gështatës. S'do krahasohemi me Norvegjinë dhe Suedin. Tani ti thua që Meloni kritikon edhe Rama i ligj legitimitetit kritikon. Institucionet ku e gjen legitimitetin moral e Rama të kritikoj spatë. Ku e ka aty? Elefantin e ka në dhomë Belinda Balluku. Almer, Gonzato, e kemi dëgjuar dhe e kemi parë në mënyrën se si të paktën është artikuluar publikisht. Kemi parë edhe përplasjen e zotit Berisha me ambasadorin e Bashkimit Evropian. Si e vlerëson këtë se zëri i Bashkimit Evropian në fakt zyrtar vjen pikërisht nga ambasadori. Kush e ka ambasadorët të vetë vendeve këtu? Kush e kanë ndjekur me vëmendje? Le të mbajmë të qëndrimi Gonzatos. Gonzato është njeriu i cili ka negociuar me Edi Ramën dhe ja ka shprehur shqetësimet e Bashkimit Evropian që ne po artikulojmë publikisht, që ne po diskutojmë. Këtu ja ka thënë aty në mënyrë në takimet që ka pasur me të. Zoti Gonzato, në qëndrimet që ka pasur me qeverinë shqiptare nga fillimi i mandatit të tij deri tani ka një trajektore shumë të fortë. Pra, ai e ka kurbën shumë të luhatshme, e ka shkuar në maj, tani është në fund. Pra, zoti Gonzato nuk është më një mbështetës publik Edi Ramës. Për faktin, orientimi që vjen nga Bashkimi Evropian ja kanë sugjeruar atij që ai të qëndrojë distancuar. Ambasada amerikane përsëri ishte distancuar. Pra, kur ata shohin që këtu ka problematik të thelluar, të respektimit të shtetit ligjor, të respektimit të ligjit, të respektimit të institucioneve të ligjit, që janë të investuara prej tyre, ata gjithmonë janë delikat dhe janë shumë serioz në këtë raport. Edhe se mund të krijojnë miqësi të ngushta private, zoti Gonzato ka qenë shumë i prerë dhe shumë i qartë në deklaratat e tij. E ka përmendur nën zë çështjen Balluku, e ka përmendur nën zë problemet e drejtësisë shqiptare. E ka përmendur fenomenin se jo me zë të lartë kur shikohet që investimi më i madh, ajo ka një gjë. Perëndimit të Spaku, po merr goditje nga ana ata kanë marrë, po. Sa vizita ka bërë Klodian Bravo? Ku ka qenë? Ka takuar, ka qenë Parlamenti Evropian. Klodian Bravo ka qenë në Gjermani. Klodian Bravo ka qenë në Washington. Pra, ata po flasin, sepse kjo është politika. Ata nuk mund të futen në çështje të brendshme, të diskutojnë dhe të marrin vendime në vend gjyqtarit dhe të thonë se ata kanë shumë thjesht, më i thonë Klod Bravo arrestohen nesër. Por zgjidh gjë kjo, jo. Respektimi i shtetit ligjor që ata kërkojnë është që ti të ngresh akuzë duke respektuar edhe disa fakte, por duke pasur dhe një dosje të plot, në mënyrë që politika le të tregoj vullnetin e vet, por ti jesh i rregullt dhe i saktë në kopshtinë e dosjeve. Dhe vullneti politik i Ramës çfarë është sot? Unë nuk e lëshoj Belinda Balluku sepse më merr me vete. Unë nuk e lëshoj Belinda Balluku sepse në emrin tim ka kryer korrupsion. Dhe çfarë ndodh sot? Lobon majtas e djathtas vetëm për shfutuar Belinda Balluku për fatin e vet personal. Por Gonzato në të gjithë qëndrimet që ka pasur, që kanë parur herën e fundit, merrin, lexoni dhe shikoni çfarë qëndrimesh ka. Është shumë i thelluar, është shumë preciz, është shumë detajist në mënyrën si shprehet. Ka një gjë, Berisha mund të ketë debat personal me atë, është zgjedhje vetë e Berishës, por ai neve kemi shprehur dhe kur ata kanë thënë këtu që do hani bar, që ka kaluar çdo normë etike, që ka thënë Yuri Kima apo çdo kusht tjetër në përfshirje drejt për drejt. Unë e kujtoj shumë mirë çfarë bënte Soreka në këtë vend, çfarë bënte Tore Seku në këtë vend që u ngelën u bë trio e ambasadorëve hyjnë me institucione dilimi tjetër dhe kjo nuk ishte e pranueshme. Por në stadin që Shqipëria, në zhvillimin që ka Shqipëria, roli i ambasadorëve është i rëndësishëm për sa kohë ata janë brenda kuadrit të një diplomati, në sa kur dalin nga kuadri dhe kur shkelin limit apo bëhen atë që thot Berisha, përfaqësues të politikës brendshme, për interesa të ngushta, sepse ne kemi parë dhe këtu vllautinin që ka marrë 1 milion euro vil zotri.
Në çështjen e kur u bë reforma drejtësi. Pra, jo ata që çdo kush që vjen këtu, minimalisht këtu kanë ata që kanë ardhur kanë qenë o ballkanas ose napolitan ose sicilian. Pra pikërisht njerëz që ndikojnë nga korrupsioni. Nga këto vende që korrupsionin e kanë një lloj si ne. Po i paragjykon. Tani unë paragjykoj asë zona janë zona shumë të nderuara. Po i paragjykon për origjinën. Ettore Seku i Sard, është nga Sardenja për shembull, që nuk ka lidhje me jugun. Ettore Seku nuk duhet të hyj fare origjinën ka qenë nga njerëzit më afër PD-s edhe PS-s, ishte unë në që nëse po shkojmë drejt me këto çështje të BE-s. O Arber, nëse po shkojmë drejt asaj që ti po thua, domethënë bllokimit të integrimit për Shqipërinë. Çfarë pare mon kjo? Cili do të jetë, le të them, çfarë pasojash mund të ketë kjo mbi këtë mazhorancë? Ajo skenaret që neve u bën disa muaj dhe shikoj jemi lodhur me skenar të mundshëm që nga Maduro që do vinin Marisat, tani do vinë si që forca speciale të Gjermanisë. Gjithmonë ka forca speciale Gjermania që do vinë të ta kapin Ramën dhe të heqin. Politika është një lloj uragani apo një lloj rrymë që luan dhe merr me vetë ato që janë më afër vetes. Në këtë rast më afër zhvillimet janë dinamike gjithsesi. Patjetër pra, po këtë dinamizëm po shpjegoj. Kur ti ke një investim të plotë të gjermanëve dhe të faktorit ndërkombëtar, për çështjen e Shqipërisë kaq delikate në këto momente. Shqipëria e Evropës. Jo pra, Europa është vendi që është më shumë investuar se kur në çdo lloj forme është investuar për çështjen e Shqipërisë dhe Ballukut tani. Si diplomatike, me publike, me aktorë të brendshëm dhe aktorë të jashtëm. Pra ata janë shprehur me të gjitha mënyrat. Kanë përdorur çfarë masë duhet merrim shumë, të shkarkojnë të ngrejnë popullin protest. Çfarë duhet japin legjitimitet Partisë Demokratike që dali të djegë Shqipërinë? Jo, nuk e bëjnë këtë gjë. Po, ata bëjnë rotacionin. Ata mbështesin rotacionin. Për sa kohë rotacioni këtë bllokuar nga Partia Demokratike, zgjedhja si do vi nga aty? Brenda Partisë Socialiste. Dhe çfarë po ndodh? Është zëri i atyre, si quhet, si e mbështesin rotacionin kur vazhdon Partia Demokratike të jetë izoluar, rotacion i mirëfillt, nuk do të thotë ndryshimi dy forcave politike me njëra tjetrën. Mund të ndodhë reformim, mund të ndodhë ndërprerje mandatit të Ramës, mund të ndodhë edhe një shpërthim të brendshëm brenda mazhorancës. Këto zërat që po flasin brenda mazhorancës, Redi, ma beso nuk janë zëra rastësor, se nuk ka Edi Rama, nuk ka Erion Braçe fuqinë t'i dalë Edi Ramës kundra. Nuk ka Selisa Spiropali. Janë mbështetje direkte e mbështetje ndërkombëtarëve, në mënyrë që Edi Rama ta vënë përballë presionit publik dhe politik. Sepse nëse ata donin të përdorin dhe rrugë të tjera që mund ta përdorin shumë lehtë, që mund të jenë protestat më të forta, mund të jetë drejtësia për pezullim. Të gjitha mekanizmat që kanë në dorë një organizëm si Bashkimi Evropian janë të aplikueshme për sa kohë qeveria shqiptare. Ta bëjmë si perspektivë. Ka dhe një problem shumë interesant. Aso kohë fatikisht ishte iniciativa për ndryshimin e kodit procedurës penale. Në fakt ishte neni i famshëm në lidhje me pezullimin. 242. Çfarë ndodhi? Ajo iniciativë fatikisht ngeli brenda grupeve parlamentare të PS-s. Dhe u mbyll aty, di pse u mbyll. Jo sepse kjo majorancë ka si synim fatikisht rregullimin e legjislacionit në mënyrë dhe për raste të tjera ndalo. Jo. Kishte një situatë të ngutshme. Të zgjidhte problemin Balluku që mos arrestohej. Pasi këto e zgjidhen në mënyrë tjetër, duke mos dhënë autorizimin, e keni dëgjuar më ju që do bëhet ndryshimi ligjor? Po kjo lexohet si presioni ndërkombëtar, jo, presioni ndërkombëtar ishte për sa i përket dhënies autorizimit. Ata mund ta jepnin autorizimin, mund të kishim një arrest në shtëpi, sepse normalisht nuk kemi akte konkrete të politikës për të penguar punën pak. Dhe akt konkret do ishte fjala vjen ndryshimi. Çfarë lidhje ka masa me këtë? Ajo është në hetim, ajo vazhdon, ajo është e pandehur, nuk ka lidhje fare. Jo, lidhje me historia. Jo, lidhje me konceptin ajo tashmë pret përfundimin e hetimeve dhe të shkojë çështja në gjykat. Ajo pra nuk ka të bëjë ajo do gjykohet, po do të gjykohet gjithsesi. Ne po flasim që derisa të gjykohet, në çfarë masë do rri? Se të tjerët po mbushin nga 2 vjet që janë atje, prapa hekura. Jo, unë dua të shkoj aty ku ishim, tek masa, tek masa për pezullimin. Po nuk ka lidhje me personin me Ballukun. Kjo ka lidhje me çdo person që nesër mund të jetë në të njëjtën situatë. Pra, tërheqja nuk ka të bëjë. Tërheqja po thua nuk ka të bëjë avokat, se këtu duhet të kuptoj. Nuk ka të bëjë me presion të ndërkombëtarëve. Po fare, më nuk ka lidhje. Qeveria të heqi duart nga kodi e zgjidhi problemin momental që kishte me Ballukun. Dhe që intereson më, se po ti interesonte, duke pas parasysh edhe vendimarrjen e gjykatës shtetësuese,
nëse mund ta quajmë vendimarrje pa vendim, por që në një farë kuptimi rrëzon ankimin e kryeministrisë. Në rastin konkret do duhet ishte bërë pra ky ndryshim ligjor. Çfarë do duhet me raste të tjera analoge? Me këtë nën fuqi s'pak mund të pezullojë. Patjetër, absolutisht. Patjetër. Kështu që patjetër çfarë ndodhe çfarë ndodhe pra? Dhe vazhdon e pezulloi. Po të shikoni, pas vendimit gjykatës shtetësuese, kishim dhe vendimin e apelit që kishte pezulluar deri në shprehjen deri në vendimarrjen e gjykatës shtetësuese, gjykata e apelit, lidhe me pezullim, e cila më pas e la në fuqi. Edhe gjykata e apelit sot ka bërë rekurs zonja Balluku se nuk ishte këtu. Po patjetër. Për apo normale. Po jeta gjë, po patjetër. Shiko, në aspektin individual, në kuptimin e garancive të mbrojtjes ligjore, zonja Balluku do duhet të ushtrojë të drejtën e saj për të mbrojtur dhe për të bërë gjithë ankimimet. Në gjithë itrin po themi gjykues shqiptar përfshir edhe gjykimin e posaçëm në gjykatën shtetësuese në aspektin individual. Problematika u krijuar kur ajo është në petkun e mbrojtjes që i bëhet nga kryeministri, pasi me funksionin që ka si zëvendës kryeministër apo si ministër. Ky ka qenë problemi, jo për faktin që ajo mund t'i drejtohet gjykatave, të gjitha gjykatave po themi të posaçme, që është në rastin konkret gjykata e lartë, por edhe gjykata shtetësuese në lidhje me masën. Absolutisht. Madje kjo do kishte qenë shumë herë më produktive. Por në fakt ishte problemi momental, pra çfarë do ndodhte? Me që jemi te drejtimi në gjykat, Partia Demokratike duket, dhe kalojmë te kjo pjesa e dytë e emisionit, Partia Demokratike duket se pastaj tjetër se ma thej këtë Gonzalo, ma fal ta them këtë fjali. Ore nuk e ka luksin Partia Demokratike të merret me ndërkombëtarët. Mirë që nuk i hyn asnjë skandal, po. Mirë që nuk i hyn as ambasador. Mirë që nuk i hyn as ambasador në zyrë apo në seli. Po edhe në kuptimin e deklarimeve nuk e kemi luksin, në mënyrë absolute. Që shkylloj, po themi kjo lloj qasje ndaj ndërkombëtarëve. Ky është problemi i madh. Ti vetëm se rrit izolimin. Mirë që e ke në aspektin efektiv për aspekte tjera. Vazhdon edhe e rrit akoma më tepër, është e pakuptueshme për mendimin tim. Nuk i bën mirë absolutisht Partisë Demokratike dhe kësaj force. Edhe në qasjen që ajo duhet të ketë ndaj ndërkombëtarëve. Ja, tani do kthehemi te PD. Barbër, për Gonzalon se mos Donald Lu, John Withers, Yuri Kim, kalojmë te Luigi Soreka, kalojmë te Romana Vlahutin, u bën 6. Kalojmë te tani i fundit që është ky aktualisht ambasadori i Bashkimit Evropian, Silvio Gonzato. Pra, u bën 6 ose 7 ambasador, nuk po e hy aty që kanë qenë më herët. Ambasadorët të Bashkimit Evropian dhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës që sulmohen nga Partia Demokratike. Një gabim taktik, strategjik shumë i rëndë. Sepse në fund të ditës e sqaruan edhe një herë, nuk mundet një ambasador i Bashkimit Evropian këtu, i asaj që është external service, pra që është shërbimi me jashtë i Bashkimit Evropian, se do dim pak edhe mënyrë si funksionon. Prandaj i rikthehem se është përfaqësuesja për siguri dhe politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, e cila bën dhe emërimin e ambasadorit. Pra është përfaqësuesi i Bashkimit Evropian këtu, por janë edhe ambasadat dhe ambasadorët e vendeve europiane të cilët bëjnë double check dhe që kanë edhe ata informacionet e tyre. Patjetër. Pra, është një gabim strategjik, taktik shumë i rëndë që bën Partia Demokratike. Nuk mundet asnjë moment që ata të presin që një ambasador i cili do vendi ose etniteti ose grup vendesh ose federat, siç mund të jetë Bashkimi Evropian, të japi komendet që do Partia Demokratike. Kjo është skandal. Dhe unë kthehem tek qëndrimi që thash dhe pak më herët. Dhe këtë qëndrim ka mbajtur edhe Bashkimi Evropian. Këtë qëndrim ka mbajtur edhe Marta Kos, që proceduralisht, ligjërisht është i drejtë, moralisht e dini ju shqiptarët kanë thënë ata. Dhe ju turrën Marta Kos, se ata thanë çështje mentaliteti, që do thotë në një vend të Bashkimit Evropian, nëse do kishte akuza për korrupsion ndaj një zyrtari, do dilnin njerëzit në protesta do detyronte qeverinë të ikte, do bëhesh një zgjedhje të parakohshme, të jashtëzakonshme. Ne si shqiptar nuk e kemi këtë gjë. Dhe çfarë ndodh? Partia Demokratike pret tani që këtë gjë ta thot ambasadori i Bashkimit Evropian. Jo mos zotëri, ai bën interpretim të fakteve. Ligjërisht quhet, moralisht ju shqiptarët e dini, e keni këtë koncept keni ju për moralin. Kështu ka operuar gjithmonë. Mbaron muhabetin dhe mbaron debati. Këta tani çfarë bën Partia Demokratike? Amerikanët janë ashtu me bare. Del edhe sulmon ambasadorët, del sulmon ambasadorin e vendet e BE-s.
një gabim i tmerrshëm. Një parti e izoluar e cila e ka luksin të sulmojë ambasadorët